Faleminderit. Vazhdojmë me projekt ligjin numër 10 L023 për shtetësinë e Kosovës. Komisioni Funksional për Çështjet e Sigurisë ka shqyrtuar projekt ligjin dhe i ka rekomanduar Kuvendit miratimin e tij me amendamentin e propozuar nga komisioni. Komisioni për Buxhet nuk e ka paraqitur raportin brenda afatit përcaktuar. Komisioni për Legjislacion ka vlerësuar se projekt ligji nuk bie ndesh me kushtetutën dhe ligjin. Komisioni për Integrim ka theksuar që nuk rregullohet në mënyrë specifike pra kjo çështje me legjislacionin e Bashkimit Evropian dhe për drejtat e njeriut për shkak Komisioni për Drejtat dhe Interesat e Komuniteteve dhe Kthim ka vlerësuar se projekt ligji dhe amendamentet nuk cenon dhe nuk prek drejtat dhe interesat e komuniteteve. Ftoj kryetarin e komisionit zotin Bajqinovci që ta paraqes raportin dhe qëndrimin e grupit. Faleminderit e nderuara kryetare e Kuvendit. Sa i përket projekt ligjit numër 10 L-023 për shtetësinë e Kosovës, Komisioni për Çështjet e Sigurisë dhe Mbrojtjes, si komision funksional dhe raportues në mbledhjen e datës 22 prill 2026, ka shqyrtuar këtë projekt ligj dhe ka miratuar raportin me rekomandime duke i propozuar Kuvendit miratimin e tij me amendamentin e propozuar nga komisioni. Ky projekt ligj prek jetën e qytetarëve tanë, prek të drejtën e tyre për të ndjerë pjesë e këtij shteti. Lehtësimi i procedurave për shtetësi është një hap i domosdoshëm për të forcuar lidhjen e qytetarëve të Republikës së Kosovës, sidomos për bashkëdhetarët tanë që jetojnë jashtë vendit. Prandaj, ju ftoj që ta mbështesni këtë projekt ligj bashkë me amendamentin e propozuar nga Komisioni për Çështjet e Sigurisë dhe Mbrojtjes. Faleminderit. Faleminderit, zoti Bajqinovci. Vazhdojmë me zonjën Ganimete Musliu. Faleminderit kryetare, të nderuar kolegë deputet, të dashur qytetarë të Republikës Kosovës, edhe ky ligj, si gjitha ligjet që janë trajtuar gjatë këtyre 15 ditëve, është sjell në Kuvend me procedurat e përshpejtuara, pa respektuar as afatet ligjore, pa u përfunduar të gjitha procedurat që duhet të ndjeken kur rishqyrtohet ose procesim ndryshimi i ligjeve kur bëhet, dhe duke pas parasysh që keni duplifikuar agjendën e Kuvendit në të njëjtën kohë, keni vendosur ka 2-3 komisione në të njëjtin orar, e kemi pas të pamundur që të punojmë me seriozitet në këtë projekt ligj. Përkundër kësaj, në mbledhjen e Komisionit Parlamentar për Çështjet e Sigurisë dhe Mbrojtjes, ditën kur ishin prezent edhe përfaqësuesit e Ministrisë së Mbrojtjes, kam adresuar të gjitha çështjet të cilat janë kontestuese në këtë ligj dhe fatkeqësisht edhe nga ana e zyrtarëve të ministrisë nuk kanë marrë përgjigje dhe nuk kanë mundur që t'i argumentojnë vërejtjet që i kemi dhënë. Unë, e nderuara kryetare, ju bëj thirrje juve para sa të nënshkruani këtë ligj, sepse siç duket, me që veç jeni ushtruese detyre e presidentes, ju do ta keni fatin ta nënshkruani këtë ligj pas të dite. Ju kisha lutur shumë që ta lexoni mirë dhe të merrni këshilla, sepse ky ligj e rrezikon sigurinë e brendshme të Kosovës. Pa dashur të nalem në detaje në amendamente dhe nënët kontestuese, sepse i kam thonë shumicën edhe në shqyrtim të parë, në lexim të parë gjatë shqyrtimit e këtij projekt ligji, i kam thonë edhe në komision, por është e qartë se këtu nuk vlen asnjë rregull tjetër përveç urdhrit të Dejona Aleksandër Mihajlit. E pam edhe pak më herët, deputetët e mazhorancës nuk guxojnë ta ngrisin dorën për të votuar pa e pa me sy që atje shkruan që nuk është i propozuar nga opozita. Nuk ndëgjojnë fare çka interpretoni ju, nuk ndëgjojnë fare çfarë vërejtje është dhënë ju. E rëndësishme është që Dejona Aleksandër Mihajli ka dhënë urdhër për ndryshe ju shkon karriera poshtë. Isha duke të ndëgju shumë me vëmendje deputete Musliu, edhe po të mos e kishe përmend këtë pjesën e fundit, natyrisht që do ta vlerësoja një qëndrim të tillë dhe do të kujdesesha që kur të vjen në zyre që të kem parasysh këtë aspekt që e përmende. Por e tregove qëllimin, edhe nuk kam nevojë mu marrë më me këtë çështje. Jo, nuk i drejt.
Jo, s'ki drejt. A dëshiron me fajl? Jo, vazhdojmë me diskutimet. Zonja Jona Lushaku Sadriu nga LDK. Faleminderit kryetare. Për ligjin në fjalë, ne kemi dhënë inputet tona në komision, por pas përfundimit komisionit, ju e dini që gjithë legjislacioni i Kosovës duhet të përafrohet me aki komuniter, me legjislacionin e Bashkimit Evropian. Për ligje të tilla që janë jetike për shtetin e Kosovës, duhet kemi posaçërisht kujdes që të shkojmë me procedura të rregullta dhe me që kemi pas një procedurë të përshpejtuar dhe ligji nuk i është nënshtruar të gjitha filtrave dhe nuk ka qenë në shqyrtim transparent, unë ju kisha rekomanduar që ligji të merr parasysh posaçërisht këto probleme në nenet ku nuk janë të harmonizuara me legjislacionin e BE-s dhe që kanë ardhur si rekomandime nga ambasada e BE-s në Prishtinë. Prandaj, për aq kohë sa ky nuk është i harmonizuar me legjislacionin e BE-s, LDK-ja nuk do ta votojë. Faleminderit, zoti Mazrek nga grupi multietnik. Sayın Meclis Başkanım, değerli milletvekilleri, medya ve çok kıymetli Kosova Cumhuriyeti vatandaşları. Bugün görüşmekte olduğumuz Kosova Cumhuriyeti vatandaşlık yasası sadece hukuki bir düzenleme değildir. Bu yasa aynı zamanda devletimizi kimlerle bağ kurduğunu, kimleri kapsadığını ve kimlere sahip çıktığını gösteren temel bir irade beyanıdır. Bu çerçevede tarafımızdan önerilen 9 maddelik değişiklik paketi teknik bir düzeltmenin ötesinde stratejik bir yaklaşımı temsil etmektedir. Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve soydaşlarımızla olan bağlarımız güçlendirmeyi hedeflemektedir. Hepimizin bildiği gibi Kosova'nın diasporası sadece Avrupa'da değil, Türkiye başta olmak üzere farklı ülkelerde güçlü bir şekilde varlığını sürdürmektedir. Türkiye'de yaşayan ve kökleri Kosova'ya dayanan diasporamız tarihsel, kültürel ve duygusal bağlarını hala korumaktadır. Ancak mevcut mevzuat bu bağların hukuki olarak yeterince desteklenmesine her zaman imkan tanımamaktadır. İşte tam bu nedenle önerdiğimiz değişiklikler Türkiye'de yaşayan diasporamıza bir kapı aralamak, onları Kosova ile bağlarını daha güçlü ve sürdürülebilir ve daha kurumsal hale getirmek amaçlanmaktadır. Bu düzenlemelerle hedefimiz şunlardır. Kosova'yı sadece sınırları içinde yaşayanlar değil, kalbi bu topraklarla atan herkesin devleti haline getirmek. Çünkü diaspora sadece geçmişin bir hatırası değil, diaspora aynı zamanda geleceğimizin bir parçasıdır. Ekonomik katkılarıyla, kültürel zenginliğiyle ve uluslararası alandaki etkisiyle diasporamız Kosova'nın en önemli güç unsurlarından biridir. Önerdiğimiz değişiklikler kimlikten taviz vermek değil, aksine kimliğimizi daha geniş bir perspektifte sahiplenmektedir. Bu bir açılım değil, bir tamamlamadır. Değerli milletvekilleri, bugün burada vereceğiniz karar sadece bir yasal değişiklik değil, aynı zamanda bir mesaj olacaktır. Bu mesaj yıllardır Kosova'yı kalbinde taşıyan insanlara ulaşacaktır. Siz neredeyseniz Kosova oradadır ve Kosova sizi unutmamıştır. Bu anlayışla önerdiğimiz değişikliklerin desteklenmesini temenni ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ju faleminderit. Vazhdojmë, procedojmë me votimin e projektligjit me amendamentin e parë që është miratu.
Plus deputetët e regjin që të bëhen gati për votim, votojmë tash. Gjashtë 9 deputet kanë votuar për, 2 kundër, asnjë abstenim. Kuvendi miratoi ligjin për shtetësinë e Kosovës.